Si është vlerësimi juaj për presidenten Vjosa Osmani në këtë krizë? Mendoni se ajo i ka kapacitetet e nevojshme për t'i orientuar të gjitha forcat politike drejt një zgjedhje gjithëpërfshirëse? Po ishte dashur presidentja e Republikës Kosovës që t'jetë edhe më shumë aktive se që është. Në politikën e jashtme dihet se çka ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s për të nderuarën tonë presidenti. Ajo po e bën një punë të shkëlqyeshme në aspektin e politikës jashtme. Këtë ka thënë sekretari i NATO-s, nuk e kam thënë vetëm unë si qytetar, sepse unë edhe them vetëm atë çka është profesionale dhe nuk ka nej për askënd, sepse përmenda partit nuk i takoj askujt, e dua shtetin dhe asnjë pushtet shteti është për mua mbi gjitha. Mirë po këtë po e thojnë domethënë edhe Rute, po e thënë edhe State Departamenti dhe gjithë, andaj unë mendoj që ajo ka aftësi, ka edhe intelekt, është tepër e shkolluar në këtë aspekt, që t'i bashkoj shqiptarët, sepse tek e fundit është unifikuese, jo vetëm e partive politike, po është edhe unifikuese e qytetarëve, dhe unë mendoj që duhet të jepte edhe më shumë se çka po jep, sepse ajo po i mbledh partit, por duhet të ishte edhe më këmbgulse që më në fund ne ta kemi një qeveri dhe vetëm sa të ecim përpara në aspektin e sigurisë, sepse siguria nuk është gjithçka në jetë. Mirë, duhet ta dinë të gjithë që pas sigurie asgjë, sepse pas sigurisë vjen ekonomia, tregtia dhe të gjitha të tjerat. Kur nuk e ke sigurinë, ti praktikisht nuk ke asgjë. Dhe ne jemi në ato sfidat e sigurisë dhe ti bashkohu në vallën e sigurisë, sepse ke fatin më të madh botë që e ke aleatin e përjetshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar që nuk duhet të harrojmë kurrë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani dhe të tjerët partner strategjik nga BE-ja. Ka më fat se kjo për shqiptarët. Unë nuk di ndonjë shtet që na rrethon po shtetit amë, sepse ne jemi një kështu ashtu, që ka këtë fat më të madh se na. Atëherë shfrytëzoje, pse nuk e shfrytëzon? Ti tash je shtet më, nuk je ai fetusi i vogël, por tash ti je një adoleshent dhe sillu pak më serioz. Krij institucionet vet dhe mos prit që dikush t'jap ty presion gjithmonë nga ndërkombëtarët. Që nuk jemi një tap ta bëjmë vet, por gjithmonë presim që i tretit na bashkoj. Kjo është fatkeqësi. E vërtet. Së fundi është përfolur shumë që zonja Osmani mund të rikthehet në politikë aktive, por me një parti të re. A do ta rrëndiste kjo skenën politike aktualisht siç është? Por sipas mendimit tim në atë aspektin e sigurisë, kjo nuk ka domethënë rëndësi, sepse po përmenda ndonjëherë nuk i takoj sferës politike, mirë po çdo parti politike serioze me njerëz serioz do ta pasuronte, sepse kjo është demokracia, kjo është parlamentarizmi, duke pas parasysh që Kosova është shtet parlamentar. Ne nuk jemi shtet gjysmë presidencial si Franca, dhe nuk jemi shtet presidencial si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi purën një shtet parlamentar dhe parlamentarizmi e ka këtë, sa më shumë gara, sa më shumë njerëz me përvojë, sa më shumë njerëz dhe profesionist, që të qytetarit ta ketë mundësinë ta zgjedhë më të mirin. Dhe kjo është ajo dhurata e demokracisë që dhurohet ty në aspektin politik. Ditën e nesërme Kosova do të nënshkruajë një marrëveshje shumë të rëndësishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilësuar si historike nga kryeministri Kurti dhe ministri i mbrojtjes Maqedonci. Çfarë detaje është dini ju rreth kësaj marrëveshje dhe për rëndësinë e saj për FSK-n? Historia në Kosovë ka filluar të shkruhet më 25 majt viti 2024, atëherë kur filloi edhe Defender. Sepse kjo është ngjarja më e madhe që i ka ndodhur Republikës Kosovës që nga pavarësia. Po marrin pjesë 1.000 ushtar të ushtrisë Kosovës, po merr pjesë shteti ynë amë, Shqipëria, po merr pjesë Kroacia, po merr pjesë Maqedonia. Këtu ka filluar, këto ditë janë ditë historike për Republikën e Kosovës, sepse po të merr pjesë aleati i përjetshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një divizion të tërë, kurse ti po e komandon. Nuk ka pas më ditë historike se këto, sepse ti ke marrë përgjegjësi, ti ke marrë profesionalizmin, ti ke marrë gatishmëri dhe je në koordinim. Andaj marrëveshja e radhës është vetëm vazhdim e suksesit, sepse mos të harrojmë, suksesi më i madh është Defender.
suksesi i dytë është që ushtarët SOK e Defender janë duke specializuar. Suksesi i tretë që do të na nënshkruhet në marrëveshjen e mbrojtjes dhe sigurisë për ndrimin e informacioneve senzitive, që ka një rëndësi të hatashme në aspektin e sigurisë, mbrojtja nga sulmet kibernetike, furnizimi me armatim, bashkëpunimi, koordinimi dhe bashkërendimi në 24 orë dhe 7 ditë javës. Si mos të ishte kjo marrëveshje shumë e rëndësishme, padyshim se e ka rëndësinë e saj. Mirë, po rëndësia më e madhe ka qenë Defender dhe këto tjera tash po vinë sikur uji që rrjedh në rrjedhën e vet. Zotita Shefci, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për intervistën që ju dhat për Ditarin. Gjithmonë nder dhe kënaqësi, jeni të mirëseardhur dhe punë mbar juve.